ose fatkeqësinë kombëtare, koston e fatkeqësisë kombëtare të keq qeverisë Edi Ramës, më shumë e shkakton Partia Demokratike se vetë Edi Rama. Për sa kohë Partia Demokratike nuk është e sinqertë me shqiptarët, që ata të lexojnë dhe të kuptojnë mirë. Për sa kohë nuk je i sinqertë me lëvizjet politike që bën, por bën një kakofoni, bën një lëvizje që s'di ku po shkon, dhe në fund fare ku të shkojë Partia Demokratike me protestë që do bëj, jo të lutem mos më ndërpre. Po se s'kam shumë kohë. Okej, duhet ta mbyll dhe me këtë gjë. Në momentin që Partia Demokratike rivendos marrëdhënie të shëndosha me Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që në muajin mars, amerikanët me atë skandal që i ka plasur Edi Ramës me familjen Hysa, unë mendoj që nëse bën zgjedhje parakoshme, PD-ja vjen pushtet. Në 30 sekonda, çfarë do të ndryshonit ju tek avokati i popullit, nëse do të zgjidheshit avokate e popullit? Unë i prezantova në fakt dhe në platformën time. Siç e thash, kam një platformë shumë ambicioze dhe kjo ishte arsyeja që unë mora dhe guximin edhe vendimin për të kandiduar. Së pari është shumë e rëndësishme njërë që avokatit popullit ketë një rol shumë aktiv në ndryshimet që bën në mënyrë të njëanshme pushteti, të cilat lidhen me sistemin gjyqësor. Pra ndryshimet që bëhen në kodin penal, në kodin e procedurës penale, si po ta shikoni tani, u bën propozimet për kodin penal, unë nga informacionet që kam, di që roli avokatit të popullit është komplet inexistent. Po nuk kam shumë kohë, zonja Kalaj, di që ju doni ta parashtronit gjithë platformën tuaj, ju thash në 30 sekonda çfarë do të ndryshonit ju. Pra, avokati i popullit ketë një rol shumë aktiv, sepse në procesin gjyqësor janë edhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, sepse dhe gjithë qytetarët shqiptarë që shkojnë në gjykatën e Strasburgut, shkojnë për një proces pa rregull ligjor. Po, pra të jetë aktiv, një. Pra, në të gjitha kodet, duke u fokusuar, pika e dytë, duke u fokusuar sidomos në masat e sigurimit personal të cilat janë në shumicë me arrest me burg, dhe këtë e them edhe si për shkak të direktivës që ka dhënë Bashkimi Evropian, ku në 2024 ka thënë që duhet ulet për shkak të hapjes të negociatave, ishte në masën 53%, dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që jo vetëm nuk është ulur, por ne sot që flasin janë në masën 62%. E treta. Edhe e fundit, e di që keni shumë, po ndoshta do mbledhemi një herë tjetër. Atëherë, e treta, do propozoj referendumet kombëtare dhe lokale, sepse sot nuk ka ligj as për referendumet kombëtare, as për ato lokale, pasi parashikoni dhe e fundit, është një vendim i vitit, me qenë se folëm dhe për protestat, është një vendim i vitit 2021, i majit, ku gjykata kushtetuese shprehur qatë për lidhjet që ka protestuesi apo ai që thret protestën me policinë e shtetit, është shfoqizuar jo vetëm paragrafi i parë që nuk kërkohet leje, po thjesht njoftim, ka një pikë të dytë që deri më sot nuk është shprekur, fatkeqësisht dhe nga avokati i popullit, kur i jepet orientim kuvendit që të ndryshohet neni 262, sepse ka qenë një nen i kodit penal që quhet bllokimi i rrugëve dhe shumë protestues tanët, meqense ne i thritshim dhe policia ishte njoftuar, janë burgosur dhe për shkak të bllokimit të rrugës, dhe gjë e cila në fakt duhet ndodhte me ndryshimin e nenit 262, të cilën unë do të ta inicioj nëse nese do jem në krye të avokatit. Shumë suksese. Faleminderit Almer për prezentën.